Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, një njohim me zhvillimet e ditës. Protesta e përditshme në Tiranë ka vijuar dhe sot me pjesëmarrjen e qytetarëve dhe përfaqësuesve të ndryshëm të shoqërisë civile. Tubimi është përqendruar në kërkesat e përsëritura ndaj qeverisë, mes tyre dorëheqja e kryeministrit dhe krijimi i qeverisë tranzitore. Organizatorët kanë deklaruar se protesta do të vijojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Protesta e përditshme në Tiranë ka vijuar edhe në ditët e radhës me qytetarë të mbledhur në shesh për të artikuluar kërkesën e tyre ndaj qeverisë. Të pranishmet kanë përsëritur thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ngritjen e një qeverie teknike tranzitore, duke argumentuar se vetëm një zgjidhje e tillë mund të çojë drejt normalizimit të situatës politike dhe hapjes së një procesi të ri institucional. Gjatë tubimit, protestuesit kanë theksuar gjithashtu nevojën për ndryshime në sistemin zgjedhor, ligjin për financimin e partive politike dhe disa ligjore të lidhura me menaxhimin e territorit dhe investimet strategjike, të cilat sipas tyre duhet të rishikohen. Organizatorët e protestës kanë deklaruar se tubimet do të vijojnë në mënyrë të përditshme deri në përmbushjen e kërkesave të paraqitura publikisht, duke konsideruar këtë një formë presioni qytetar në funksion të ndryshimeve politike. Autoritetet policore kanë monitoruar tubimin, ndërsa protesta është zhvilluar pa incidente dhe në prani të kufizuar të forcave të rendit. Kryeministri i vendit Edi Rama zhvilloi një takim me grupin parlamentar socialist, ku në qendër të diskutimeve ishin protestat e fundit dhe angazhimi i deputetëve në terren. Kreu i qeverisë kërkoi një pranim më të madhe pranë qytetarëve dhe koordinimin më efikas mes deputetëve dhe ministrave për zgjedhjen e problematikave lokale. Në mbledhje u diskutua gjithashtu edhe roli i komunikimit publik përmes rrjeteve sociale. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim më shumë se një orësh me deputetët e Partisë Socialiste, ku pjesa më e madhe e diskutimeve ju kushtua situatës së krijuar nga protestat që po zhvillohen për javësh në vend. Sipas burimeve nga mbledhje, Rama i ka cilësuar protestat si pjesë të asaj që ai e konsideroi një luftë digjitale, ndërsa ka kërkuar nga deputetët të intensifikojë kontaktet e drejt për drejt me qytetarët dhe të njohin nga afër shqetësimet e tyre të përditshme. Kreu i qeverisë ka vënë theksin te nevoja që përfaqësuesit socialistë të jenë më të pranishëm në komunitetin që përfaqësojnë, duke u angazhuar drejt për drejt në evidentimin dhe adresimin e problematikave që lidhen me infrastrukturën, shërbimet publike dhe çështje të tjera lokale. Gjatë takimit, Rama ka theksuar se komunikimi me qytetarët nuk mund të kufizohet vetëm në rrjete sociale dhe prania në terren mbetet thelbësore për të kuptuar realitetin dhe nevojat e komuniteteve. Ai ka kërkuar gjithashtu funksionimin sa më efektiv të zyrave të deputetëve në çdo qytet, si pika kontakti mes qytetarëve dhe institucioneve. Një pjesë e diskutimit është ndalur dhe te bashkëpunimi mes deputetëve dhe ministrave, duke marrë shkas nga shqetësimet e ngritura më herët nga deputeti Rion Braçe për vonesa në trajtimin e problematikave të përcjella nga deputetët. Rama ka kërkuar koordinim më të shpejtë dhe më efikas mes institucioneve qendrore dhe përfaqësuesve në terren. Sipas tij, çdo shqetësim i ngritur nga deputetët duhet të marrë përgjigje konkrete dhe zgjidhje në kohë nga ministri i përkatës, në mënyrë që qytetarët të ndjejnë efektivitetin e institucioneve. Në fund të mbledhjes është diskutuar edhe komunikimi publik në platforma digjitale. Kryeministri mësoi të ketë kërkuar nga deputetët dhe ministrat një angazhim më të madh në rrjetet sociale, me qëllim informimin e qytetarëve për punët e qeverisë dhe përcjelljen e mesazheve institucionale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka konfirmuar mbështetjen e plotë për kërkesat e protestuesve. Ai u shpreh dakord me propozimin për kufizimin e mandatit të kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate gjatë gjithë jetës politike dhe përsëriti thirrjen për krijimin e një qeverie teknike tranzitore. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për keqçeverisje, favorizim të interesave klienteliste dhe trajtim të vendit si një sultanat. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se opozita mbështet pa rezerva kërkesën e protestuesve që për 24 ditësh që kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie tranzitore. Në konferencën e përjavshme me gazetarët, Berisha u ndal veçanërisht te kërkesa për kufizimin e mandatit të kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate gjatë gjithë jetës politike të një individi, duke theksuar se është i gatshëm ta mbështesë menjëherë në parlament. Plotësisht dakord që nesër është e gatshme të votojë në parlament dhe të bëjë thirrje qytetarëve të votojë për një mas të tillë. Jam këtu para një jave kam propozuar një qeveri jo partijake tranzitore. Jashtë kushtetues nuk dalë.
Berisha reagoi gjithashtu ndaj deklaratave të kryeministrit Rama për pjesëmarrjen e shqiptarëve nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe trevat e tjera shqiptare në protestat e fundit. Etiketimi i tyre si pushtues është etiketimi i një armiku tegër të shqiptarëve, e një bastardi të diktatorit Enver Hoxha, e një njeriu që urren në thelb kombin e tij. Në vijim të akuzave ndaj qeverisë, lideri demokrat pretendoi se Rama po administron vendin si një sultanat, duke favorizuar projekte dhe investime që sipas tij përfitojnë trajtim të privilegjuar fiskal. Në 523 projekte të listuara në libër, a imagjinoni pa taksa, 57 rezultojnë të ndërtuara, 53 janë në ndërtim dhe 47 presin leje. Në 41% të projekteve nuk përmendet zhvilluesi trafikant. Zhvilluesi është Frans Çopja, Salvador Aliu, tjetri me radhë me Gjika, si quaj ky i fundit, e tjerë me radhë. Ata janë zhvilluesi. Berisha u bëri thirrje agjencive ndërkombëtare ligjzbatuese për fshir Interpolin, Europolin dhe Eurojust të verifikojnë transaksionet financiare të kompanive që sipas tij janë të përfshira në projekte të mëdha zhvillimi në Shqipëri. I bëj thirrje Interpolit, i bëj thirrje Europolit të vendos në hetim, pa përjashtim, të gjitha kompanitë e listuara në librin dosjet e Dirams, të hetoj transaksionet e bëra drejt tyre për këto projekte, duke mbetur i bindur se transparenca është jetike për cilin do, nuk mund të mos kërkoj hetimin nga Interpoli, nga Europoli, nga Eurojust, të secilës prej pagesat e bëra secilës prej këtyre studiove për projektet e tyre. Në përfundim, kreu i opozitës akuzoi qeverinë për favorizim të interesave private në zonat bregdetare dhe pretendoi se pas konflikteve mbi pronat në jug të vendit qëndrojnë politikat drejtuara nga vetë kryeministri Rama. Kryeministri Edi Rama ka shprehur pakënaqësi ndaj disa kryebashkiakëve që sipas tij largohen nga bashkia për të qëndruar në Tiranë gjatë ditëve të punës. Kreu i qeverisë paralajmëroi se kjo praktikë është e papranueshme. Deklaratat u bën gjatë prezantimit të një programi të ri për modernizimin e infrastrukturës urbane dhe shërbimeve publike. Kryeministri Edi Rama ka lëshuar një paralajmërim të drejtë për drejtë ndaj disa kryebashkiakëve në vend, të cilët sipas tij nuk qëndrojnë pranë komuniteteve që drejtojnë, por zgjedhin të kalojnë një pjesë të javës në Tiranë. Gjatë një aktiviteti për prezantimin e nismës së re të qeverisë për modernizimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike, Rama tha se ka konstatuar raste kur drejtues vendor largohen nga detyra përpara përfundimit të javës së punës, duke lënë pas përgjegjësitë ndaj qytetarëve. Me një vërejtje për disa nga kryetarët e bashkive, nuk dua t'i përmend këtu emra, që janë bërë pak problem, po e them në mënyrë kështu të butë për komunitetin, pasi nuk qëndrojnë në komunitet gjatë gjithë javës, por vinë në Tiranë edhe në ditët kur duhet jenë në krye detyrës atje. Është shumë e rëndësishme që kjo praktik të marrë fund, nuk janë të gjithë, por janë disa. Kreu i qeverisë shmangu për mbajtjen e emrave, por theksoi se situata është kthyer në shqetësim për komunitetin dhe se kjo sjellje duhet të marrë fund. Që lën komunitetin dhe lën detyrën përpara se sa në fakt të vi ai që është momenti zyrtar i pushimit, që dhe aty ka diskutim kjo punë dhe vinë në Tiranë. Kjo gjë nuk është e justifikueshme dhe nuk është e pranueshme. Në të njëjtin aktivitet, Rama prezantoi një program të ri kombëtar që synon transferimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike në qytetet shqiptare. Projekti parashikon heqjen e kablove ajrore të energjisë, internetit dhe telefonisë, të cilat sipas tyre kanë mbetur prej vitesh pa funksion dhe dëmtojnë estetikën urbane. Është tani më plotësisht e mundur që të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike, merimangash, të një kohe e cila ka pasur pasojat e veta në vazhdën e një zhvillimi që po ashtu ishte i domosdoshëm. Kryeministri njoftoi gjithashtu se në fillim të muajit korrik do të prezantohet zyrtarisht programi Rilindja Urbane 2.0, i cili do të fokusohet në përmirësimin e sistemit të ujësjelljes kanalizimeve në të gjithë vendin. Janë disa pjesë të cilat ndryshe nga çfarë hidhet e spërdritet në diskursin e përditshëm negativ,
janë në fakt shumë më pak se sa pjesë të investuara të sistemit të ujësjelljes kanalizimeve. Një tjetër shtyllë e programit do të jetë modernizimi i transportit publik urban. Të hymë në një fazë ku gjenerata e re e mjeteve të transportit publik e para të jetë tërësisht e gjelbër, pra flasim për autobus elektrik, të cilët kanë zero ndotje, gjë që është një tendencë. Do të mbështesim një program për të krijuar kapacitete më domethënëse për parkimet, sidomos në qytetet me intensitet lartë qarkullimi, e patjetër duke pas parasysh këtu si prioritet qytetet dhe zonat që janë zona me ngarkesë specifike për shkak të turizmit, dhe programi i parkimeve është një program i veçantë që ka disa komponentë të cilët do t'i detajojmë në konferencën përkatëse dhe për cilat të gjithë bashkitë do të kenë programin të shkruar në të gjithë komponentët. Në kuadër të këtyre investimeve, qeveria parashikon dhe ngritjen një parku logjistik kombëtar i cili do të vjetë në shërbim të bashkive për mirëmbajtjen e infrastrukturës, pastrimin e territorit, si dhe menaxhimin e rrjeteve kulluese dhe ujitëse. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka kritikuar publikimin në Albania Files, duke e cilësuar atë jo thjesht një katalog ndërtimesh, por si një dëshmi të modelit të qeverisjes që sipas saj ka përqendruar vendimarrjen mbi territorin në duart të një grupi të vogël. Ajo akuzoi kryeministrin Edi Rama për mungesë transparence në zhvillimin urban dhe kërkoi më shumë llogaridhënie për projektet e realizuara në zonat me vlera natyrore dhe kulturore. Deputetja demokrate Ina Zhupa ka hedhur akuzën ndaj kryeministrit Edi Rama lidhur me mënyrën se si janë zhvilluar projektet urbane dhe investimet në territor gjatë viteve të fundit. Duke komentuar librin Albania Files, i cili ka si parathënie një shkrim të vet kryeministrit Rama, Zhupa tha se publikimi nuk përfaqëson thjesht një katalog ndërtimesh apo projektesh arkitekturore, por sipas saj është dëshmi e një modeli qeverisjeje ku vendimarrja për territorin është përqendruar dhe ku ka munguar transparenca publike. Një model ku territori shikohet si mall për të ndarë, një model ku Bregdeti, lagunat, zonat e mbrojtura, qytetet historike, hapësirat publike janë trajtuar si parcela të gatshme për ndërtim. Deputetja demokrate kërkoi më shumë informacion dhe transparencë nga institucionet përgjegjëse për mënyrën se si janë miratuar dhe zbatuar këto zhvillime. Në një demokraci normale, transformimi i territorit bëhet përmes debatit publik, përmes planifikimit afatgjatë, përmes respektimit interesave të qytetarëve, përmes ndalimit të ndërtimit në zonat e mbrojtura dhe mbrojtjes pa kusht të trashëgimisë kulturore dhe natyrore. Zhupa ngriti shqetësime dhe për projektet e realizuara në Bregdet, laguna dhe territore me rëndësi të veçantë kulturore. Në Shqipërinë e Edi Ramos, territori është trajtuar si një plaçk për të ndarë. Po flasim për qindra mira dhe me raste dhe miliona metra katror zhvillim të planifikuar në brigje, laguna, në parqe kombëtare dhe në zona me rëndësi të jashtëzakonshme natyrore. Po flasim për territore që u përkasin brezave të ardhshëm të shqiptarëve dhe jo një qeverie që janë të përkohshme dhe nuk mund të zëvendësojnë shqiptarët. Albania Files është një përmbledhje e gjerë e transformimit arkitekturor dhe urban të Shqipërisë gjatë dekadave të fundit, ku pasqyrohen projekte të ndryshme zhvillimi në qytete dhe zona turistike të vendit. Votimi ka nxitur debate politike me opozitën që e sheh si simbol të një modeli të centralizuar vendimarrjeje, ndërsa qeveria e konsideron një pasqyrë të modernizimit dhe zhvillimit urban të Shqipërisë. Seanca e radhës në gjykatën e posaçme për çështjen ndaj Ilir Metës dhe Monika Kuremallit u shoqërua me tensione dhe replika të forta mes ish-bashkëshortëve. Debati shpërtheu pasi Meta deklaroi se çështjet që lidhen me mesazhet dhe komunikimet i di vet Kuremalli, duke nxitur reagimin e saj të menjëhershëm. Situata detyroi ndërhyrjen e gjyqtarit, i cili paralajmëroi përjashtim nga seanca në rast të ndërhyrjeve të mëtejshme.
Një seancë e tensionuar u zhvilluar në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ku po shqyrtoi dosja penale ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe ish-bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi, të akuzuar për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie, pas paraqitjes së argumenteve nga avokati Kujtim Çakrani. Mbi kundërshtimin e provave të paraqitura nga SPAK, fjalën e mori Ilir Meta. Nuk ka asnjë lloj ndikimi për Adrian Shatkun, as për askën tjetër, as një SMS për Monika Kryemadhin, Piro Xhixhon. Kjo është histori UDB-je dhe Adrian Shatku duhet të kishte ardhur këtu sapo dëgjoi emrin. Ka ngrënë bukë në shtëpinë time. Adrian Shatku u largua në 1989, e mori UDB-ja, e pastaj iku në Amerikë. Kjo është histori UDB-je dhe agjenturash greke. Nuk kam asnjë dieni për veprimet e Monika Kryemadhit. I di vet ajo. Ato historitë e mesazheve i di zonja Kryemadhi. Këto deklarata shkaktuan në reagim të menjëhershëm te Kryemadhi, e cila ju përgjigj me tone të ashpra nga vendi i saj në sallën e gjyqit. Boll se nuk është ashtu. Me llafet që të sjell Altin Dumani, thasha theme flet këtu. Mos u merr me llafe grash. Akoma merresh me thasha themet e Zedi Blushit. Kam 4 vjet që e dëgjoj dhe e duroj. Edhe babai im të çohet nga varri nuk duroj dot më. Do t'i lexoj edhe unë mesazhet ty. Të marrësh vesh. Me llafet e këtij rroktari merresh ti. Gjyqtari Erion Bani paralajmëroi Monika Kryemadhi se çdo ndërhyrje mëtejshme jashtë rregullave procedurale mund të sillte përjashtimin e saj nga seanca dhe vendosje në një gjobe. Pas ndërhyrjes së gjykatës, Meta reagoi shkurt duke deklaruar se nuk impresionohet sipas tij nga aktrimet në sallën e gjyqit. Mëtej, mbrojtja e ish-presidentit vijoi me kundërshtimet e provave të paraqitura nga prokuroria e posaçme. Avokati Çakrani argumentoi se disa komunikime të përmendura nga SPAK nuk gjenden në dosje dhe se përgjimet e përdorura janë kryer pa vendim gjykate, duke i cilësuar ato të papranueshme si prova. Ai kënguli se Meta është i pafajshëm në lidhje me çështjen ÇSD-ja. Një tjetër kërkesë e mbrojtjes ishte përjashtimi nga dosja e dëshmisë së ish-ministrit të ndjer Dritan Prifti me argumentin se deklarimet e tij nuk lidhen drejt për drejt me çështjen në shqyrtim. Edhe vetë Meta pretendoi se Prifti ka dhënë deklarime të pavërteta, duke theksuar se disponon prova për ta mbështetur këtë qendrim. Nga ana tjetër, SPAK ka paraqitur një sër episodesh që lidhen me aktivitetin e LSI-s në Shtetet e Bashkuara dhe dyshimet për veprime korruptive, ndërsa ka propozuar thirrjen e 10 dëshmitarëve. Meta ka paralajmëruar gjithashtu se do të kërkojë dëshminë e rreth 100 personave në procesin që ai vazhdon ta cilësojë si një gjyq me motive politike. Meta dhe Kryemadhi do të gjykohen në proces zakonshëm dhe akuzohen për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Tensionet mes aksionerëve të kompanisë Via dhe kantierit e aeroportit të Vlorës vijojnë të thedhohen, duke bllokuar hyrjen e punojësve dhe vazhdimin e punimeve. Rojet e sigurisë nuk kanë lejuar hyrjen e stafit të kompanisë Mapco, ndërsa në terren ka ndërhyrë edhe policia e shtetit. Situata ka prekur edhe banorët e zonës, të cilët po kërkojnë zhbllokimin e rrugës së aksesit drejt pronave të tyre. Përplasja mes dy aksionerëve të kompanisë koncesionare Via ka hyrë në një fazë të retensioni në kantierin e aeroportit të Vlorës. Edhe këtë të mërkur, hyrjet kryesore të kantierit kanë mbetur të bllokuara, ndërsa punojësit e kompanisë Mapco nuk janë lejuar të futen në ambientet e aeroportit për të vijuar punimet. Sipas informacioneve nga terreni, rojet e sigurisë kanë penguar hyrjen e stafit dhe mjeteve të kompanisë, ndërsa kamionët e kompanisë 2A Group vijojnë të qëndrojnë në hyrjet e kantierit duke bllokuar aksesin në zonat e punimeve. Në vendngjarje kanë pritur dhe Emin Pacolli, presidenti i kompanisë Mapco dhe vëllai i biznesmenit Bexhet Pacolli. Ai ka kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme të policisë së shtetit për zgjidhjen e situatës dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore që sipas përfaqësuesve të Mapcos u japin të drejtën për administrimin e projektit. Forcat e policisë kanë qenë të pranishme në kantier, por nuk kanë ndërhyrë për zhbllokimin e hyrjeve. Sipas deklarimeve të bëra në terren, efektivët kanë argumentuar se janë në pritje të procedurave dhe udhëzimeve nga institucionet kompetente përpara se të ndërmarrin veprime konkrete. Ndërkohë, Gërçi nuk po ndikon vetëm në ecurinë e punimeve për aeroportin. Bllokimi i rrugëve hyrëse ka krijuar vështirësi edhe për banorët e Novoselës, të cilët nuk po arrin të shkojnë në tokat e tyre bujqësore. Përmes kryeplakut të fshatit, banorët kanë apeluar ndaj autoriteteve për një zgjidhje të shpejtë të situatës dhe rikthimin e lëvizjes normale në zonë. Nga ana tjetër, biznesmeni Bexhet Pacolli ka reaguar publikisht përmes rrjeteve sociale duke e cilësuar situatën si një shkelje të ligjit dhe duke kërkuar ndërhyrjen menjëhershme të policisë së shtetit për t'i dhënë fund sipas t'i bllokimit palishëm të kantierit. Përplasja mes palëve vjen në një moment vendimtar për projektin e aeroportit të Vlorës, ndërsa ende nuk ka një zgjidhje përfundimtare që do të jap fund konfliktit mbi administrimin dhe vijimin e punimeve në një nga investimet më të rëndësishme infrastrukturore në vend.
Gjykata e Durrësit ka lënë në burg me Klaid Meçaj, 27 vjeçarin e akuzuar për vrasje me thikë të fëmijët të tij Rapush me molla. Ngjarja e rënë ndodhi në fundjavë në lagjen Mollaj të Rogozhinës pas një konflikti të çastit mes dy personave. I riu ka mohuar të ketë pasur qëllim vrasjen duke pretenduar se ka vepruar në kushtet e vetëmbrojtjes. Gjykata e Durrësit ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për Meklaid Meçaj, 27 vjeçari i akuzuar për vrasje me thikë të fëmijët të tij Rapush me molla, 60 vjeç. Vendimi u mor këtë të mërkur pas shqyrtimit të kërkesës së prokurorisë, e cila kërkoi mbajtje në qeli të riut deri në përfundim të hetimeve. I akuzuari u paraqit në sallën e gjyqit me dorën e fashuar pasi i kishte mbetur i plagosur gjatë përleshjes, që përfundoi me humbjen e jetës së 60 vjeçarit. Para trupit gjykues, Meçaj deklaroi që nuk kishte pasur të vriste viktimën dhe se ngjarja kishte ndodhur pasi ishte sulmuar i pari. Sipas dëshmisë së tij, konflikti nisi pasi kishte ndaluar automjetin pranë banesës së tij dhe ishte provokuar nga viktima. Ai pretendoi se me molla e kishte goditur fillimisht me thikë, ndërsa ai kishte reaguar për t'u mbrojtur. Gjatë seancës, 27 vjeçari mohoi të kishte pasur konflikte personale me viktimën, duke sqaruar se mosmarrveshjet ekzistuese kishin të bënin me një kushëri të tij dhe jo me të drejt për drejt. Ai u shpreh se ndjen keqardhje për ngjarjen dhe këmbguli se nuk është person me prirje kriminale. Megjithatë, prokuroria argumentoi se provat e mbledhura deri më tani mbështesin dyshimin për veprën penale të vrasjes me dashje, ndërsa gjykata pranoi kërkesën për caktimin e masës së më të rëndë të sigurisë. Mësohet gjithashtu se Meçaj rezulton i dënuar më parë në Gjermani. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së shtunës rreth orës 21:50 në lagjen Mollaj të Rogozhinës, sipas hetimeve paraprake. Pas një konflikti të çastit, 27 vjeçari goditi me thikë Rapush me mollën. I plagosur rënd 60 vjeçari u transportua drejt spitalit, por nuk arriti të mbijetonte plagëve të marra dhe ndërroi jetë gjatë rrugës. Pas ngjarjes, autori dyshuar u arrestua nga policia, ndërsa grupi hetimor vijon punën për të sqaruar plotësisht rrethanat dhe dinamikën e konfliktit që çoi në këtë ngjarje tragjike. Një operacion i policisë së Shkodrës ka çuar në zbulimin dhe azgjesimin e një parcele me mbi 300 bime fidan të dyshuar narkotike në fshatin Kroni Mall, në bashkinë e Vaut të Dejës. Në pranga kanë përfunduar një vëlla dhe motor të dyshuar si kultivues të parcelës. Ndërkohë janë proceduar penalisht kurreplaku i fshatit dhe një vrojtues pyjesh për shpërdorim detyre. Policia e Shkodrës ka goditur një rast kultivimi të bimëve narkotike në territorin bashkisë së Vaut të Dejës. Operacioni koduar Monitorimi u zhvillua në fshatin Kroni i Madh dhe përfundoi me arrestimin e 2 personave dhe azgjesimin e një numri të konsiderueshëm bimësh të dyshuara kanabis sativa. Sipas policisë, gjatë kontrolleve në terren u konstatuan të kultivuara mbi 300 bimë dhe fidan narkotik, të cilët u azgjesuan nëpërmjet djegjes, ndërsa një pjesë e tyre u sekuestrua në cilësinë e provës materiale për nevojat e hetimit. Nga veprimet hetimore rezultoi se autorët të dyshuar të kultivimit janë një vëlla dhe motor, përkatësisht 33 dhe 43 vjeç, banues në fshatin Kroni Mall. Të dy u arrestuan në flagrancë dhe ndaj tyre rëndon akuza për kultivim të bimëve narkotike. Sektori i blegtorisë ka vijuar trendi negativ edhe gjatë vitit 2025 me ulje të numrit të krerëve në pothuajse në të gjithë kategoritë kryesore. Të dhënat e Instatit tregojnë tkurrje të fermerëve blegtoral, rënje të prodhimit në disa kultura bujqësore dhe një kontribut më të ulët te bujqësia në ekonomi. Përjashtim bëjnë gjethet bletaria dhe prodhimi i perimeve të njoma, të cilat kanë shënuar rritje. Blegtoria shqiptare vijon të përballet me vështirësi strukturore, ndërsa të dhënat më të fundit të Instatit tregojnë se numri i gjë së gjallë në vend ka shënuar rënje edhe gjatë vitit 2025. Krahasuar me një vit më parë, numri total i krerëve është ulur me 3.8%, duke konfirmuar vazhdimin e tkurrjes së sektorit. Rënja më e dukshme është regjistruar te bagtit e IMTA. Numri i përgjithshëm i të leshtave zbriti nga 1.177.000 në 1.166.000 krerë, ose 0.9% më pak se një vit më parë. Edhe e theksuar ka qenë tkurrja e numrit të dhive, që ka rënë nga 7.4% nga 615.000 në 570.000 krerë. Ndryshe nga ky trend, gjethet kanë shënuar një rritje të lehtë pas disa vitesh rënje të vazhdueshme. Gjatë vitit 2025, numri i tyre u rrit nga 272.000 në 275.000 krerë, duke reflektuar një shtim prej rreth 1%. Tkurrja më e madhe është evidentuar në sektorin e derave. Numri i dosave ka psuar rënje në 28%, duke zbritur nga 140
24.000 krerë në 2024 në vetëm 75.000 krerë në vitin 2025. Në të njëjtën linjë ka vijuar dhe sektori i shpenzërisë, ku popullsia e shpendëve ka shënuar një rënje të lehtë prej rreth 1%. Në kontrast me blegtorinë, bletaria vazhdon të jap sinjale pozitive. Numri i koshereve është rritur ndjeshëm gjatë vitit të fundit me rreth 58.000 familje bletësh më shumë, duke arritur në afër 645.000 koshere në të gjithë vendin. Vështirësitë nuk kufizojnë vetëm te blegtoria. Sipas të dhënave zyrtare, edhe bujqësia ka kontribuar më pak në ekonominë shqiptare gjatë vitit 2025, duke regjistruar një tkurrje prej 0.3%. Një nga faktorët kryesor ka qenë ulja e prodhimit në sera, i cili përfaqëson mbi 1/5 e prodhimit total të perimeve në vend dhe ka shënuar rënje me 0.9%. Po ashtu, si përfaqet e mbjedha me drithër avionjë të reduktohen, prodhimi i grurit ka rënë në 10.1% krahasuar me vitin paraardhës, duke reflektuar sfida me të cilat përballen fermerët dhe braktisjen graduale të zonave rurale. Megjithatë, jo të gjitha treguesit paraqiten negativ. Prodhimi i perimeve të njomat në fushë ka shënuar një rritje me 1.07% dhe përfaqëson tashmë 65.8% të prodhimit total të perimeve në vend, ndërsa sektori i pemëve frutore dhe udhërit kanë shfaqur ecuri më të dobët, duke regjistruar ulje të prodhimit krahasuar me një vit më parë. Të dhënat e vitit 2025 tregojnë se bujqësia dhe blegtoria shqiptare vijojnë të përballen me sfida të mëdha, ku braktisja e fshatit, kostot e larta të prodhimit dhe mungesa e fuqisë punëtore po ndikojnë drejt për drejt në ecurinë e sektorit. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 25 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në zonat malore, gjatë orëve të pasdites do të ketë kalime të lehta vranësirash, por pareshje, domethënse kushtet atmosferike mbeten tipike verore me temperaturat e larta. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:02 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 21 deri në 35 gradë Celsius. Kukës 16 deri në 31 gradë Celsius. Peshkopi 16 deri në 30 gradë Celsius. Tiranë 20 deri në 35 gradë Celsius. Durrës 22 deri në 32 gradë Celsius. Kavaj 21 deri në 32 gradë Celsius. Elbasan 20 deri në 35 gradë Celsius. Berat 21 deri në 35 gradë Celsius. Korçë 15 deri në 29 gradë Celsius. Vlorë 22 deri në 31 gradë Celsius. Gjirokastër 16 deri në 30 gradë Celsius. Sarand 22 deri në 31 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 25 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të pakta kalimtare. Në disa zona mund të ketë kalime vranësirash gjatë pasdites, por pareshje të rëndësishme. Temperaturat mbeten tipike verore. Paraditja do të ketë mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mot të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 30 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior deri veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:52 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë:
Mitrovic, 13 deri në 29 gradë Celsius. Podujev, 13 deri në 28 gradë Celsius. Skënderaj, 13 deri në 29 gradë Celsius. Tej, 13 deri në 29 gradë Celsius. Prishtinë, 13 deri në 28 gradë Celsius. Gjakov, 14 deri në 30 gradë Celsius. Malishev, 14 deri në 30 gradë Celsius. Gjilan, 13 deri në 29 gradë Celsius. Ferizaj, 13 deri në 29 gradë Celsius. Kaçanik, 13 deri në 28 gradë Celsius. Suharek, 14 deri në 30 gradë Celsius. Prizren, 14 deri në 30 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Dritës, bashkë me u takofshim në edicionet e ardhshme.